Probleme serioze janë konstatuar në aksin rrugor Qukës-Qaf-Ploç, konkretisht në lotin e dytë të këtij projekti, ku pas rreshjeve të fundit të shiut janë evidentuar dëmtime të dukshme në trupin e rrugës. Situata problematike është regjistruar në një segment mbi fshatin Malin, ku për disa metra rruga ka pësuar çarje të theksuara dhe deformim të trases. Sipas burimeve, në këtë zonë rruga është batisur në një pjerësi të konsiderueshme, duke krijuar rrezik real për mjetet që qarkullojnë në këtë aks të rëndësishëm. Në një shtrirje prej më shumë se 20 metrash, çarja e asfaltit dhe lëvizja e trupit të rrugës kanë ngritur shqetësime për sigurinë e drejtuesve të automjeteve, ndërsa problematika e rrëshqitjeve të tokës në këtë segment është raportuar edhe më herët. Bearit edhe mund të jetë, për shembull, që mund të kesh situash edhe qej për të kaluar, po tani jo. Punimet dobta dhe shumë kthesa. Nga gurët që bien. Edhe nga gurët që je rrezikuar që mund të bien nga çasti në çast. Në zonë janë vënë re edhe mjetet të kompanisë që ka ndërtuar lotin e dytë të rrugës, por ende nuk ka një njoftim zyrtar për ndërhyrje përfundimtare që do të parandalojnë shembje apo deformime të tjera. Problemet të ngjashme janë konstatuar edhe në segmente të tjera të këtij aksi, pranë fshatrave Trebinj dhe Zënç, ku janë raportuar rrëshqitje dherash dhe çarje të asfaltit.